Sa që do im testava këtu kanë ndodhur ngjarja. Ka shenja plumbash aty? Ka. I pash këtu. Këtu? I pash këtu, kishin ardhur me këtu fare. Sa polici ishin? 5, 6. 6 policë. Se këti kërkuan 7 milion lekë, këti nuk donte që ta bënte vete, që t'jepte lekë pa bërë. Nuk donte që t'jepte lekë organeve drejtësisë. Organet drejtësisë i kërkuan. Kërkuan korrupsion. Kërkuan korrupsion. Ky i Pogradicës aksesora venja aty unë dua 30.000 euro. Kanë qenë 40 forca policie në këtë operacion. Të gjithë kanë qenë me jelek antiplumb të veshur, sipas kushteve që nuk duhet të ketë një operacion i tillë, por arma Kalashnikov që ka përdorur autori e ka qarë tepër dhe antiplumb. Shikues të emisionit Unico, kemi ardhur në fshatin Lozhan i Sipër. Aty ku jetonte prej shumë vitesh Violant Braçallari, ishte shtëpinë e tij në këtë zonë. Ndërkohë, për të vajtur tek vendi i ngjarjes, u vra punonjësi i policisë, u plagos një punonjës policie tjetër dhe u plagos dhe Violant Braçallari, do na duan dhe 5 kilometra nga ky vend. Po për të kaluar këtu, për t'i rënë kësaj rrugë është rrugë shumë e vështirë. Siç e shikoni dhe do zgjedhim një rrugë tjetër. Nga kjo rrugë ka kaluar policia mëngjesin e 4 qershori pas informacioni që kishte marrë për Violant Braçallarin. Dhe po ta shikoni, është një rrugë e pashtruar. Do të shkojmë tek kasollet e bodes. Nga fshati Lozhan i Sipër dhe nuk arritëm dot. Ku është stalla e Violant Braçallarit dhe nënës së tij. Stalla e lopëve. Tani ne do ndjekim rrugën për t'u afruar disi. Këtu është stalla e lopë. Shikues të emisionit Unico, po udhtojmë drejt Lozhanit dhe zonës së epërmet të tij, kasollet e bodes. Aty ku me datën 4 qershor të vitit 2026, në rrethana të pasqaruara mirë, punonjësi policisë, dëshmori Adeut, Enea Mekolli, u vra nga një banor i zonës, person në kërkim prej shumë vitesh, i dënuar nga gjykata e Korçës me 9 vite e 7 muaj burgim për posedimin e 10 gramve hashash. Një ngjarje e cila ka tronditur thellë opinionin publik, por veçanërisht familjen e Eneas, i cili ka lënë pas një fëmijë 9 muajsh. Prindrit të afërmit e këtij punonjësi policie
Ndërkohë në këtë operacion ka mbetur i plagosur dhe një punonjës tjetër policie. I plagosur ka mbetur dhe autori i kësaj ngjarje Violant Bacellari. Ndërkohë dhe një tjetër punonjës policie i plagosur pasi ka dëmtuar këmbën. Sipas informacioneve që ne kemi, thuhet se ka thyer gjatë këtij operacioni, një operacion i vështirë për kapjen e këtij personi. Operacionet të tjera ishin bërë në këtë zonë, por dhe në zonën më poshtë në fshat, në lozhanin e poshtëm por dhe atë të sipër. Ndërkohë ne kemi ardhur në zonë për të kuptuar më shumë dinamikën e kësaj historie dhe për të zbuluar se në rrethana, në ç'është dinamikë ka ndodhur kjo ngjarje dhe sigurisht dhe cila është përgjegjësia e drejtuesve të këtij operacioni. A u bën mish për top punonjësit e policisë së shtetit, punonjësit e repartit Shqiponja nga drejtuesit e tyre, a u zbatua apo jo plani i masave, rregulloria e policisë së shtetit për kapjen e personave me rrezikshmëri dhe personave kur informacioni është se ata janë të armatosur. Përse nuk u mbrojtën strukturat e policisë? Përse shkuan pa ndihmën e Reneas? Përse më parë ishte zhvilluar operacione me praninë e Reneas dhe kësaj here jo? Por më shumë, ne do udhtojmë drejt fshatit për të zbuluar më në detaj gjithçka, do shohim në terren dhe të shpresojmë të marrim një intervistë dhe familjar apo persona të cilët kanë qenë apo janë në zonë. Por për më shumë na ndiqni me detaje në këtë emision. Jemi rrugës drejt kasolleve të Bodes, që shikoni terreni është i vështirë dhe një rrugë malore nga ku mendohet se të ketë kaluar policia. Po e marrim këmbë për të afruar kasolleve. Jemi afruar te kasollet e Bodes, zona që njihet me këtë emër, ku ka ndodhur dhe ngjarja e rëndë. Në këtë vend ka qenë shiriti i policisë i vendosur pasi ka ndodhur dinamika ku punonjësi i policisë është vrarë dhe tjetri është plagosur. Tashmë jemi vetëm pak metra larg kasolleve të familjes Bacellari. Do shkojmë të flasim me ndonjë prej pjesëtarëve të familjes për të mësuar dhe versionin e tyre të ngjarjes dhe çfarë ka ndodhur me Violant Bacellarin atë ditë për dhe më. Familja Bacellari këtu? Te kaloni dhe ju, ha? Qeni është i lidhur, s'ta? Si duke, Spartakova. Si e nderuar? Si kalon? Qa ka ndodhur atë mëngjes tek datës 4? Në qa ore ka? Do vishte ta tregoj. Po. Hajde shkoj. Është shumë poshtë? Jo, shtama. Na jo Sa shtama që kuqe. Janë futur nga poshtë? Ja futur nga poshtë. Nga poshtë, nuk i pa shfarë. Se gjithmonë do të thënë po Po flasim mirë, djem ku ti. ka kamera super e monitoruar, Asgjë. e kontrolluar, ku janë këto kamera? Me kamera asgjë. Skemi. Po që thoshin ka super kamera. Hajde more të tregoj. Ne Dëgjova nga këta këtu. Ja, nuk janë për lop stallat. Stallat janë për të tharë kabinarsa ashashit ta them më mirë. Po.
Ashtu është atje, atje thahet, bet, ashashi, thahet, ashashi. Hajde, shiko. Ati janë Do na i tregosh? Po ç'është kjo? Në momentin që është zhvilluar operacioni, nuk kam pas dieni si drejtori i përgjithshëm. Ky operacion është zhvilluar nga Drejtoria Vendore e Policisë Korçë. Nëse do ishte kërkuar jo mendimi, por shqyrtimi i gjithë rastit, shqyrtimi i gjithë informacioneve, patjetër që do ishin marrë ndoshta masa më të forte. Jo, nuk ka. Tani ku do na çosh zonjë? Ku të doni ju? Jo, Jam ku ka ndodhur ngjarja? Ku ka ndodhur ngjarja? Do këtë duam të dim saktësisht. Shiko tash. 8 vjet kam ndërtuar, 4 vjet në Kosmos, 4 vjet në Llamari. Ktu brenda. Brenda. Bëra këtë. Po. Do dinë të 40 minuta katrore. Po. Jam dënuar vetë paraqit e mirë në vit. Për Mirë këtë? në muaj. Po. Si ndërtim pa leje? Si ndërtim pa lej. Po këtu në Bode, ë? Ja këtu po. 8 vjet kam ndërtuar këtu. 8 vjet ke kjo? 4 vjet me plasmas. Çoj një 4 vjet. lopat. Një lopat çoj aty. Këtu. Këtu. Edhe bëra këtë ndërtesë. Okej, dalim pak te idean ta shohësh edhe nga jashtë. Po mi mo këtu, çfarë punë prish, Ja, fal. ja, jam thuaj. Se nuk e kuptoj. Ja, Do të thënë, se ne themi pse ikin njerëzit nga fshati, pse nuk Ja. jetohet. Ha. Po tani, Po unë që ke kërkuar leje këtu për këtë për të Kam marrë? kërkuar, por s'kemi vend. S'ta kanë dhënë, ë? Nuk ma kanë dhënë. Po mirë, qa ekosistemi prish këtu? Qa prish Ja, kjo ja, ha. shtëpia, këto stalla Ja, këtu? këtu. Ja thuaj. Pse nuk thon veri njeri? Se ti akoma se pas këtë përfunduar, Po, se jo, kjo re, është hapasati. 4-5 muaj kam Ah. që kam hyrë. Në ndora ditë ose çfarë ishte, kur hyra aty brenda. Tashi, pse mos Për këtë tënde një e dënuar ti për këtë këtu. Dënuar, vetë jam 19, jam paraqitur. Se po dalim nga tema në temë, po në Tiranë kam bërë nga 5 kate, gratë-qela lart pa leje dhe pas dënim asgjë, Jam thuaj. ekzim pronën e tyre e gjithçka tjetër. Jam thuaj. Atë shumë tek vendi i ngjarjes më tregosh tani se si ka Tashi- qenë dinamika sipas versionit tuaj. Sipas versionit tim se mund. Këtu çka ka lopa? Lopa e plumbi. Është e plagosur? Nga plumbi. Okej, Po. po e mjekojnë Po mirë, po, ja do vesh ta shikoni, bëni ndonjë foto. Okej, po. Do t'i nxjerrim Qatë ditë, çat ditë. Okej. Do t'i nxjerrim plumbin. Do vini? Ja se po punojnë ata, ti lëm herë dhe shkojmë pastaj pasi hajde. dashur. Okej. Tash i kam edhe ja Këto kopshti çka ka ky kopshti? Ky ka Të patate. sqarojmë. Aha, sqaroj. Mhm. Kam patate, kam qep, kam udhëra. Brenda në serët janë domate të shpejta. Okej. Dhe shikojnë edhe serët. Okej, hajde. Ti marr. Gjeku, gjeku. Tashi, hajde tyni në për këto stallat. Apo do vemi ati ku thatë njerë. Ku nga kanë ardhur policia? Hajtë, hajtë i kemë të Okej. se më dridhe trupi, nuk. Di. Kanë ardhur nga këtë poshtë, ë? Po, do ta tregu. Qeni është i lidhur apo Nuk thash, hajtë, nuk ta? janë. Okej. Keni dhe pula, po? Kemi. Veri një re çfarë janë stallat. Janë për tharë ashash, apo për lop. Hajtë kalemi njën aty, pastaj mos kthehemi me në për stallat. Do t'i shikoni stallat, Po, brenda? po. Ku janë? Jo se do futemi këtej, do vim aty pastaj. Do vim pastaj o tam. Jo, hajde mi trego stallat, s'ka problem, fal se të lëvizes. Jo. A do shkojmë poshtë pastaj? Të shkem poshtë. Po. Ne, shikoj. Ja. Ku do dan? Tashi, zinxhira është. A është vend për çfarë ashashin këtu? Se kanë thënë që është vend për tharje hash. Kam dëgjuar që thahet ashashi janë bërë resort dhe janë bërë kështu. Ja çfarë. Resorte këtu? Ja. Resortet e Artanit edhe tjetër. Ja, ambientin. E çfarë s'flasin për ato. Ja. Hajde këtu. Hajde shikoj viçat aty janë kryer. Po lopët ku janë për momentin i I keni kemi të lëshuar. i keni lëshuar, ë? Kemi të lëshuar. Okej. Keni viçat atje? Ja kemi viç.
Po mishin e lopëve, lopët i... Mishin e qojmë në për kasaprit, bina i marri këtu me certifikata, me regjistrime, me matrikuj. Jeni brenda gjithë protokollave. I ke çdo gjë kemi me rregullore. Çdo gjë, ja, matrikujt e viçave. Të matrikuluara, gjitha, po. Çdo gjë jemi pas rregullores. Këto janë viça, po ajo është demi që kemi të lopëve. Okej, dhe ca viça, sa muajsh janë këto? Këto, aty të 2 javësh janë këto janë të voglat. 2 javë. Se i kanë pa matrikuj, këto të vocklat. Kurse të tjerët janë matrikuj. Të matrikuluara të gjitha. Ja, rreth 30 e sa viça janë vetëm në këtë stadë. Okej, për gjitha për kujdesin ju. Ne kujdesim, se mua më leverdis se lopë të lëshojnë këtu. Vjen mëngjesi jo i viça lopë lëshojnë. Vetëm viçave u shërbejnë. Mi shërbeni këtu. Kam interes që lopët pastaj sillni këtu në darkat? Lopët vinë vetë. Okej. Vinë vetë. Jam këtu për t'i shprehur ngushëllimet më të ndjera familjes së efektivit vrarë, vetëm 34 vjeçar, Enea Mekolli. Njëti ngushëllim shkon edhe për çdo efektiv të drejtorisë vendore policisë Korç, kolegëve të Eneas. Jam këtu gjithashtu për t'u shprehur atyre për krahën mbështetjen time si ministër i punëve të brendshme, në këto momente shumë vështira për ta. Sa vite keni jetuar në Vlorë tamam? 14. Në Vlorë? 22 vjet. 22 në Vlorë. Po. Dhe jeni rikthyer në vendlindje në Lozhan. Në Lozhan. Çfarë viti jeni kthyer? Çfarë viti jemi kthyer? 13, kështu. 2013. Kështu se si qem. Ka ardhe Violandi. Edhe Violandi. Për t'ju shoqëruar ju. Po, edhe Violandi. Okej. Edhe Violandi ka ardhur. Okej, tani ku do ikim? Tash do ikim te stalla këtu ka ndodhur ngjarja. Ka shenja plumbash aty? Ka. Tashi, kjo është stall tjetër. Kjo është stalla që na ka ndodhur gjëja. Tashi unë po punoja në këtë krah. Këtu. Këtu. Po. Tashi më vjen djali nuk më para vinte, po thjesht isha pa punë. Okej. Kisha ardhi natë para? Apo ditë para? Jo, natë s'bësh fjalë. Ditë para. 1 sekond para. Që hyri nderët. As ka fletur asnjë. Fal, para se shkëmbej gjë. Është takuar me këtë djalin këtë nga Mirdita? Është takuar. Atë një ditë përpara? Një ditë përpara. Ka bërë fjalë me njëri tjetrin? Bën fjalë vetëm për çmimin. Okej. Për lekë. Kaq. E ka goditur, e ka fare. E ka rrahur. As e ka goditur, as e ka rrahur. Vetëm dua lekë t'ja mor javë. Fiu lekë. Ta dëgjoj ta mos vit mua lekë, se unë kam bërllatën me ty ta. Po kalove viti. Kush ja hodhi lekët? Punëtori. Po? Pastaj sa i dhat në total? Nga 22. Nga 22. Nuk i dhat më shumë? Jo, nuk i dhat më shumë. Okej. Dhe Violandi, tani ti, ora 7 e mëngjesit, ë? Ora 7 e mëngjesit. Po. Jemi tashi. Tashi unë po filloja të punoja me viçat. Tashi Violandi myn aty. Violandi hyn këtu brenda. Hyn brenda. Po dhe vjen? Vjen kalon në krahun andeja. Okej. Tashi kur Violandi vjen, krahun ande unë i shikoj këtu. I pash këtu. Këtu? I pash këtu, kishin ardhur këtu fare. Sa polici ishin? 5, 6. 6 polici. Djale, thash më erdhën. Erdhën policia? Policia, erdhën. A erdhën kaqja dhe se e dinim atë kush të na vinte. Se sa vinte një tjetër. Tash i djali, unë e mendoja se kishte dalë në derta dhe ose në derta dhe. Po djali mam kishte dalë në dritare. Dali më mirë ndeja. Po, s'ka problem. Djali nga ka kaluar? Djali pas ka kaluar në dritare. Se e shikoj që është hequr rrjeta, se nuk ka rrjeta. Ke rrjeta atje. Nga këtu është ka kalu tek kjo dera tjetër. Tek dera aty edhe është hedhur në dritare. Prit pra. Një sekondan. Violandi siç ishte nga krahu tjetër, ka kaluar tek ajo dera, ka ardhur këtu, po? Këtu në dritare. Këtu, futu pak shikoje, lutem. Po ja do të jo, mos u bëj pis, s'ka problem. Unë s'kam gjetur po ju. Do të kalojmë këtu edhe në dritare. Në dritare dhe ka kapërcyer. Ka kapërcyer. Policia ndërkohë vinte këtej. Policia ishte këtu njëri. Ai që u vra ishte mund të septe priste aty. Ja ta dalim për jashtë. Hajde dalim për jashtë. Ishi me çfarë ngjyre uniforma? Po si me blu më ngjanin mua. Blu? Të kuqe kishin? Jo. Të kuqet kanë ardhur më vonë. Me antiplumbe kështu kishin? Nuk ishte këtu, duket se ishte me antiplumbe. Tashi, njëri
ishte më atje. Hajde një ktheja se atje kam atë vend. Do tjerë ishin të arritur këtej Tjerë polic këtu. këtu. Okej. Po djali Të tregoj djali. ishte me armë në dorë djali? Unë nuk I pash djali. Se tash, ç'është ajo djali I tregon nënën se çfarë. Po mirë, a kishte me vete? Jo. Në vetë se Po kishte. nga u armatos, pastaj apo se di, ja do ma të tregosh. Nuk e di, nuk mund ta them. Nuk ka kishte. Ne ura, aty hapër. Atë nuk ka. Ai po ishte Këtu. këtu. Në këtë vend. Edhe në këtë vend Ai që është vrar, që u vra. e nea me kolli. Po. Ndjes past. Dëshmorja diell. Ha, edhe ato. Këtu ka qenë. Po. Aha. Pas të tashi, me ndohë si në mama, kur ka dalë djali që është edhe nga dritarja. Ja ku është edhe nga dritarja, hajdeni. Tashi ky, Okej, po Da. kjo ka qenë kështu ishe me rjetë. me rrjet. Po. Rrjeta Tashi ky është ka dalë, ky ka dalë djali këtu. detyrimisht do të kalon të preqit të mbarë, se s'do vinte dhe polici. Okej. Policia e ka parë? Polici I raq atje. Aha. Ja ku ishte në cep polici. Okej. E ka thirrur apo çka ka? Nuk u ndjen fare ata, as ndalo, as themi policia, as Po gjë. ç'a? Asgjë. Që luan ç'a? Vetëm qëllim, vetëm qëllo, Si, vetëm qëllo. Me armë, Me armë. me pistolet, Po me ky më duket se kishte automatik ky që ishte këtu, nuk e di aq mirë. ka qelluar në ajër. Në ajër, ndaj ka 3 pluma violenti se ka është në ajër. 3 pluma ka. Ku I ka plumbat violanti? Një e kanë barkut, një më duket se e kanë kemë se uma si që më ka thënë, edhe në dorën e ka më rend. Po. Okej. Pastaj violant, Okej. pa I ka kësaj të vikis. Dakor. Ashtë I violanti. Ja, ky ka qenë pozitiv. Ata, ban, shtirë, dhe ky mendoj se ka shtirë. Nuk e di, unë do pjesë djalin për këtë gjë. Po policia thot ka qelluar dhe violanti. Se di, se Se vrasjen, a? isha brenda në stall. Okej. Brenda stall doja të vrisin në mua, se unë vetëm në filma kisha dëgjuar për ato kalat që shtien bam bam, për ata ashtu bënin. Bam bam. Violanti këtu. Policia atje. Po polici vrar kur ra pastaj? Aty poshtë, aty ku të Ai tregoj. pari? Ai pari, Me plumb në kokë. me plumë në kokë. Besoj me plumë në kokë se unë kush e shikoj. Na kanë thënë. Ti ndërkohë ngele brenda? Dela brenda, unë doja që të më vrisin në rapa deri në atje, Po. që të delna plumbat nuk më linin. Mbyll derën tashin mua, se kishin frikë se nuk kisha dhënë armë. Okej. Tash Ti unë po I shikoje ndërkohë këto? Miq, po se si Këto shikoj. veprimet e këto? Po se si shikoj se unë në rrjetet isha. Që rrjet atje. Ha. Tash violanti. Vetë ti plagoj dhe vetë gjëra ti matan. Vetë aty. Deri ku? Gjëra ti matan, te ka fsheshja aty. Te ka sheshi aty? Djali. Dorzohem. Jo, ma që të iri, dorzohem. Ja. Tashi, unë kur erdha, kisha shikoj një djalën, që si e kisha, ata më morën më përplasë, më nishin zvarë, më ofendonin, o zotë që më ka hequr trupi. Ja, këtu diku, se mbaj mend aq mirë se më prish mendje, e mbaj mend që ishte ja I lidhur, e lakuriq, Ase si ishte, edhe ishin 2 polica këtu që rritë ka ju dhe 2 lind atje. Po djali kur ka qenë lakuriq kur ishte atje jashtë? Dëgjoj, kur ishte te mua kishte një bluzë bardhë. Ah, okay. Pastaj nuk e mora vesh se çu bëj bluza që më thanë që ishte lakuriq. 6 punojës policie, jo më shumë. Jo, fare 6 ishin. Ata madje kanë vrarë dhe ata shokët e tyre. Armë, kallashin e petët djalit? Nuk e pash u vet. Ai nuk më tregonte asnjëherë mua që mbaj kallash. Po mirë, Ne kishte fshehur. kur erdhe këtu, I pe armë, afër rreth rrotull? Nuk pash fare armë, unë se ma nuk më lanë të shikoja djalin, le të shikoja armë. As pa treguan armë. Po mirë, ju thoni që kanë ardhur dhe nuk kanë thënë që janë policia, megjithëse kishin uniformë policie. Jo, nuk ka. Kishin uniformë. Kishin. Dallon policia. Ishin policia, se ishin me uniforma blu. Okej. Po nuk shkruante policia? Nuk thirrën. Po tash unë. Po shikoj djalë, ata ishin policia, ishin policia. Tash I kësa, po të ishin ashtu që të thrisin, jemi policia, ndalë violant. Po I dyti ku është plagosur, në çfarë vendi ka qenë? Është plagosur tutja ndeja. Si tutja, domethënë I biqet diku violantit ke qellu nga këtu, të ketë kap të ketë kapur cepet ande. Janë gënjeshtra me bisht. Edhe tu Se ju tregoj se besoni këtë version? të plagosën e aty plagosje, atë kur. Atë edhe aty ka tregoj ku kanë qenë. Policia thotë I ka vrarë Julandi. Po aty dhe e lejse.
Edhe unë kur kam marrë që jam gjetur 2 shegje se 13 nuk e kisha vajë re, që ku flinte dija që ikte nga shtëpia. Ikte. Ikte. Nuk rrinte këtu. Jo, fare. Po ka improvisuar ndaj vend aty? Ishte vend një vend që rrinte, që flinte. Edhe Flinte jashtë. jashtë to. E sigurt zonjë se tani unë nuk mund t'ju vendos përpara përgjithësisë se jeni nëna dhe sigurisht nëna do t'rregoj. 2 shegje në djela, gjetën ata, gjetë. I gjetën. Është shumë lart? Jo, lart, se që aty ka e pisha aty lart. Po ka në ishe shpushim, mund ta shohim ku ka pas fjetur? Nuk është, Ti nuk ngjitesh dot. Ngjitem unë? kanë gjetur një. Hajde. Kujdes. Ja prit aty. Më lart? Jo, më lart, aty shiko nga mbrapa, nga ma. Po, ja ku është. Me tend. Një si tend, ja ku është. Këtu flinte? E ka kontrolluar policia këtë? O, a kishte 2 shegje të patanirë të ashtë. Ja keni treguar ju, apo e gjetën vetë? Okej. Ky është vendi ku nëna thot se ka fjetur Violant Braçellari. Po, kujdes kur të zbresësh. A ka shenja plumbash zonjë? Shenja plumba këte nuk ka fare. Shenja plumba keni vetëm qandeja. Okej. Se ande kanë vendosur shigjetat ata, ekspertët. Kujdes kur të kalosh këtu. Pra nuk u duk ka, po ja ku qenga kjo. Kujdes të dan. Ja mes pemëve shikon aty. Okej. Po, tani, si pas versionit policies, Violanti duhet këtë qëlluar nga këtu. Këtu, vetëm këtu Dhe ishte ka pozicion. kapur një punojës policie këtu. Po i ka bërë tëre. Ata s'kan vrarë fare. Ata nga shtinin ata. Nga shtinin ata. Po, si janë futur? Vetëm- Ka ndonjë rrugë që vjen nga poshtë, ajo rruga qatë... Jo, ata mendoj se kanë ardhur asaj plajs aty. Plajs poshtë. Po mirë, kamera sigurie, ku i keni këto kamerat e sofistikuara? Neve kamera. Po s'kemi kamera asë një lloj kamere gjykund. Se këtu ka thyrë këmbën dhe një punonjës policie, Ilia Rama, 51 vjeç. Ku e the vikem ne? Këtë tani e ka bajt spital pak më vonë Ku edhe e the spitalin e vikem ne? E ka Tromsø. plagosur apo e ka... Të thyrë, thon. Të thyrë, po Jo ku me e plumb. theri? E ravi me Violantin. Ndoshta nga Vetë ecja ma nga. keme këture. Ati ma tanë dajnë. Pastaj ka ardhur policia, punojësi i policisë këtu nuk lëvizin nga Nuk vendi. lëvizi nga vendi. Okej. Po Pastaj, tjetri i plagosurin në Nofull? E kanë marrë, e kanë transportuar me atë një herë. kanë me kanë transportuar. Po Violantin e morën dhe Violantin E me një morën herë. dhe Violantin. Makinat ku i kishin lënë? E mësove gjë pastaj? Jo. Ande nuk mund të them asnjë gjë, vetëm thjesht i kam parë këtu që i ka më të vënë. Se ku kishin makina. Djalin e morën nuk e pash fare. Edhe tjetrin se pash fare. Në operacione tjera që kanë ardhur këtu. Kur kanë ardhur para këtij operacioni? Para këtij operacioni. Për afërsisht. Nuk e se vjet, nuk e ka. Erdhe edhe një herë para ndonjë muaji, po jo se më erdhëm këtu brenda. Okej. Jo, vetëm ja. Kjo jam në merak që djali që këtu uot këteja. Tash ajo që atje vravi. Ira, se këtu është pozicioni që çdo njeri mund ta kuptoj këtë gjë. Nga këtu ka dalë djali, Nga këtu. nga kjo. Nga kjo dritarja. Dhe normalisht atje sipër është ajo kasolle që ka po këtu tani, këtu keni E pa. këto të Hymë aty. Okej. Këtu ke kanalizimet e Kanalizimet. qartë. Ja, Po ti mendon se kanë ardhur jo nga ajo rruga aty, ëh? Jo, ata kanë ardhur kësaj po atë fare. Se Po mirë, qend po lihnin, nuk u ndjen asgjë. nuk u ndjen. Fare. Asgjë se kishin qenë. Ju s'keni pas asnjë lloj kamere që ta ketë S'kemi. sekuestruar Jo, s'kemi. policia? Dhe sigurt, S'ku që të provonte të gjithë dinamikën e ngjarjes. Jo, s'kemi kamera këtu ne. Fare.
Se normalisht transparenca është gjë më e plotë dhe më e nevojshme në këtë histori ku kemi një punonjës policie të vrarë që ka rënë këtu, thoni ju? Ja, këtu më dhe. Këtu? Ka goditur këtu, se ka jo pjesa aty. Ka goditur këtu? Këtu, ja, ku doli nga dritarja. Po, se ku ka doli, qenë këtu, se ja okay. tashi, ja zë se jam unë, dhe je ti atje. Nga këtu, tek goditur. pjesa e dritarës. Ndërkohë policët e tjerë kanë qenë nga krau Policët e tjerë ishin andëja. Policët e tjerë vetëm shtinin. Ju tha që djali s'dini të ketë mbajtur armë, por mund të ketë mbajtur. Nuk e kam pa. Ku janë? Ja. A, është gjetat atje, po? Po kush i ka qelluar këto? Ka vënë këto? Kush nga cila armë është qelluar? E po tash se di. Se ato vinë, në tepër vinë edhe që nga këtej, se janë edhe ta goxha tjera andeja. Vetëm se ka dhe shenja tjera? Sipas dosjes hetimore, plani operacional i Drejtorisë së Policisë Korç të datës 4 qershor 2026 bazohej në kallëzimin e bërë nga ana e shtetasit Aleksandër Kola, 32 vjeç, i cili kishte rreth 3 javë që punonte si çoban në stallat e baktive të shtetasit Violant Braçellari dhe prindërve të tij në malin e Bodes, dhe që sipas kallëzimit të bërë prej tij, ai ishte dhunuar dhe kanosur me qyt të një arme automatike nga ana e Violandit. Sipas dëshmisë në polici të Aleksandër Kolës, Violandi qëndronte tek stallat e baktive dhe se dispononte armë automatik dhe një armë gjuetie. Madje, ai ishte i gatshëm të çonte policin fiks në vendin ku strehoi Braçellari. Aleksandër Kola është marrë me vete në vendngjarje nga ana e policisë në operacionin e datës 4 qershor, siç e përshkruajnë dokumentat hetimore. Madje, siç thuhet, duke e veshur këtë të fundit dhe me uniformë policie. Shihni se ç'thot dokumenti. Në datën 4/6/2026, rreth orës 5:00 të mëngjesit, shefi i komisariatit të policisë Maliq e ka telefonuar Aleksandër Kolën në aplikacionin e komunikimit WhatsApp dhe pasi e ka takuar, i ka dhënë një maskë dhe një bluzë si ato të policisë me mbishkrim policia, të cilat i ka veshur. Më pas është njësur së bashku me punonjësit e policisë në vendin e lartë përmendur, ku ai ka udhëtuar me një automjet tip Forestrat me ngjyrë si gri. I pyetur në lidhje me faktin se sa automjete ka konstatuar që kanë marrë pjesë në operacionin për kapjen e Violant Braçellarit, shtetasi Aleksandër Kola është përgjigjur se ishin 5 automjete dhe më konkretisht një Forestrat e bardhë, një Forestrat gri, një furgon policie, një Range Rover i bardhë dhe një Forestrat gri. I pyetur se rreth çfarë ore kanë bërritur në vendin ku ndodhej shtetasi Violant Braçellari, Aleksandër Kola është përgjigjur se rreth orës 6:37 të mëngjesit, fillimisht automjetet e lartë përmendura kanë ndaluar në një distancë për 100-200 metrash nga vendi ku ndodhej Violant Braçellari dhe pasi të gjithë punonjësit e policisë kanë zbritur, i kujtohet se kanë veshur pajisjet antiplumb dhe janë armatosur me armë automatik. Më pas punonjësit e policisë, thot ai, janë rreshtuar dhe përballë tyre kanë qëndruar 4 punonjës të tjerë të cilët mendon se ishin drejtuesit e tyre dhe kanë dhënë urdhrat se si do zhvillohej kontrolli. Në një moment, njëri prej tyre me trup mesatar qeros i është drejtuar punonjësve të policisë me fjalët asnjë fjalë dhe ka urdhëruar shpërndarjen e tyre të organizuar në grupe prej 4 personash. Pasi punonjësit e policisë kanë hyrë për kontroll, ka dëgjuar të shtëna armësh dhe fjalët dorëzo armën dhe ka konstatuar se një punonjës ishte i dëmtuar në pjesën e nofullës. Më pas së bashku me punonjësit, ka ardhur në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Korç. Ajo tjetra është një shenjë tjetër. Ajo është qande. Këtu. Tu kanë qenë policë të tjerë, kujdes të dërë. Pas ka, po, shkona tjera. Kanë që, po këtu kush ka qëlluar? Policë të ure, ata veti katranosin në këtu. Tu një shenjë tjetër plumbi, po atje, është një plumb tjetër, i treti, i katërti, i pesti. 6 i besë, 3 ishin më tanë, edhe 3 këtu 6. 3 janë dhe, po.
I di që kanë qenë jashtë trajtimit, apo jo thon? Si jashtë rrethimit? Jashtë trajtimit tuaj. Jashtë rrethimit. Ata ishin këtu të tërë, ja këtu shkuan. Bam, pedesën të lop, i kanë kthej nga kurrizi se ka qenë dritari, lopa është pak më Kanë qelluar. Po si dritaret kanë qenë ngritur apo të Jo, ulura? kështu siç janë. Pra i bi që si kanë qelluar apo janë plumbat e kujt? Apo se ketë Janë goditur lopta. Ha, Po si do vinte blupi qendi do kthesh këtu brenda? janë fut brenda plumbat. Sa futu brenda? Sa lop janë dëmtuar? Tash ata e kanë rrezik fare. Nja dy janë në rrezik, po janë në rozën e kurrizit, jo se na ka doktori s'ka rrezik. Ja ato i kam lëshuar. Tash ja të tregojmë ti më të tjerë. Mund të plagosin e kam parë në këtë vend. Të plagosin, shtrirë, Shtri këtu. tulur, Tullur, jo, shtri pa tullur. Mendonja se Po rrinte. Po rrinte. Më vonë e kam marrë vesh që ishte i plagosur edhe një tjetër. Për këtë. Për këtë. Ky më kanë thyer. Ky më shante më lëndë, por nuk e di ç'kishte kënë thyer. Ti po më thua. Po, një dëmtuar, ë? Që me zjeste. Me zjese. Po pra, Këtë vi kanë. tani këtë nuk di ta them, unë prandaj kam marrë në vendngjarje që të kuptoj. Tash ti mund ta kesh këmbë të vrarë. Po. Ma kanë ardhur te kjo. Ja, të tuaj tullur. Okay. 6 veta ishte. Pastaj kanë ardhur disa të tjerë, sa me të kuqe, sa me të bardha. Kanë ardhur sa minuta më vonë. Or shumë më vonë. Okej. Po, një pyetje kam, ja prit vetëm ta shikojmë. Pra, kjo është stalla kryesore e juaj. Stalla kryesore e juaj. Ju ke qenë brenda, Violandi brenda, ngjarja ka ndodhur në dinamik. Andej. Shumë e rëndë për, domethënë mund të ishte menaxhuar ndryshe kjo ngjarje. Violandi do dorëzohej apo Po ti thoshin që dorëzohu Violant? ka pas ndonjëherë tjetër përballje të tillë me strukturat e policisë? Jo. Gjithmonë që është larguar. Çfarë ke për të thënë sot të familjarëve të viktimës? Familjarëve më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq sikur ka vdekur djalin. Se mbase nuk kishin faj, ishte përpjet detyrës. Po dhe djalim nuk kishte faj. Nuk kishte faj dhe. Se po ti kishte thënë që ti dorëzoju, edhe ai mund ta ide se ai dhe një vit I parashkruhesh. I parashkruhesh e vepra penale që mos ta vuante. që mos ta vuan. Tash i të rrinte 8 vjet. 9 vjet apo sa ka, se ajo 9 vjet është 7 muaj të dënuar. Po. Kishte 8 vjet dhe sa një rrinte shevra. Pse mund ta bënte gjë të tillë? Po ti thoshte ai dorëzoi. Ja i ra, bam pyeta. Po mos kishte ndodhur ky sherrri me këtë djalin me këtë bariun s'do kishin pas një situatë tillë, ha? Ju flisni me kompetencë, nuk e ka goditur dhunuar Jo. barion. Jo. Nuk e ka goditur. Bën sherr aty debate. Që e këtu policia që u bëhe vrasë. Më gjashtë e qekë me rëshpion, po qanja një dru. Atje poshtë. Po, në fshat. Okej. Se unë i darë në fshat dhe zhatë. Okej. Në i vecëm se. Normal. Shmurë, shkam se. Okej. E po qanja një dru, bënja zjarë që të bënja dhe imbesë. Merë 5 policë. 5 policë. 5 policë, edhe parë që nuk më shkyjnë dhe. Se herë dhe tja i kanë shqyër. Po. Dhe të jemë unë brenda, dhe të televizor japë. Ata i bjen me qytët automatikot, të shikosh, s'ka zam dera dhe dera zbeshua, dhe shumë meru sa thashun gjo. Ta keni për tuk, tashun me isa ka, tashun i kërin dhe. Po qa kërkuan atë në mëgjes? A ke armë? Thashun nuk në Ndërkohë, s'kishte ndodhur kjo ngjarjet. Unë nuk di një gjë. Aha. Po armë gjavë okej, jo, s'ka me. Po mirë neve do në hapë telefon. Telefon nuk po japë tashun, se unë me telefon tashun shrojem. Po si shrojesh? Marë doktorin, infermierin, vjen më bendo një gjilë pera, qarë kam nevojë, mu të marrin me makinë, mu linë poshtë, më shojnë korç, nuk e di tashun. Po ne duam numrin e Berdanes, të gruas. Na e tashun. Telefon nuk ta japë. Plus t'i farë, flasë me fëmijët tashun. Me 8 pa inserek, u eri një telefonat, ikëm ne thonë. Pastaj për tjera, thonë nuk di gjë se unë kam në një poshtë.
për të provuar se punonjësit e policisë që u nisën drejt kasolleve ishin të informuar se do të shkonin për të kapur një person që dyshohej se ishte i armatosur dhe se duhej të njoftohej ose Rene ose FNSH, vlen dhe dëshmia kryesore e punonjësit të policisë Erikson Alillari, me detyrë trup shërbimi në forcat operacionale Shqiponja pranë drejtorisë së policisë Korç prej rreth 6 vitesh. Dëshmia e Erikson Alillarit. Në mbrëmjen e datës 3 qershor 2026, jam telefonuar nga Edison Adri, i cili më njoftoi se duhet të paraqitesha në drejtori në orën 4 të mëngjesit. Pasi mora armatimin dhe pajisjet së bashku me grupin, u nisëm drejt komisariatit të policisë Maliq, ku zhvillua instruktazhi për operacionin. Gjatë instruktazhit, i cili u zhvillua në prani të drejtuesve të policisë vendore, na u bë me dije se objektivi i operacionit ishte Violant Braçellari, një person në kërkim me rrezikshmëri të lartë, i cili dyshohej se ishte i armatosur. Pasi mbërritëm në zonën e stallave në malin e Bodes, forcat policore u ndanë në grupe për të rrethuar objektivin. Unë së bashku me kolegun Enea Ibi, po lëviznim për të bashkuar me grupin tjetër kur dëgjuam thirrjet policore drejtuar personit në kërkim. Në orën 4 është paraqitur në drejtori dhe aty është takuar me shokët e tjerë të grupit. Kanë shkuar në armaturë dhe kanë marrë armatimin automatik, ndërsa jelegët antiplumb i kishin automjetin e shërbimit. Menjëherë pasi kanë marrë armatimin, kanë hipur tek mjeti Volkswagen me targa MB 060 AA. Në mjet së bashku me të ishte shefi seksionit Dimitër Trushi, Edison Adri, Enea Mekolli, Ermir Sokoli dhe Renato Seiti. Në momentin që janë nisur, shefi seksionit tha se do të shkonin në komisariatin e policisë Maliq, ku do të bënin dhe instruktazhin. Mbasi kanë shkuar në komisariatin e policisë Maliq, janë rreshtuar tek oborri i komisariatit. Në oborrin e komisariatit në rresh me ta ishin dhe forca të tjera të këtij komisariati, agent të drejtorisë. Në instruktazh ishin dhe 2 zëvendës drejtorët e drejtorisë vendore Korç, si dhe shefi i komisariatit të Maliqit. Në instruktazh, zëvendës drejtori i rendit Lorenz Shehu i dha emrin e personit, i cili quhej Violant Braçellari. Ju tha që është person në kërkim i rrezikshëm, mban armë dhe njëkohësisht ju dha dhe disa karakteristika trupore të tij. Mbasi përfunduan instruktazhin, hipën në mjet dhe u nisën në drejtim të Lozhanit. Kanë kaluar Lozhanin dhe më pas janë futur në një rrugë dheu, e cila shkon në drejtim të malit të Bodes. Pasi janë gjitur në mal për një farë kohe, kanë qëndruar rreth 500 metra larg stallave. Kanë zbritur nga mjeti, kanë marrë pajisjet që kishin me vete duke veshur jelegët antiplumb dhe automatikët. Mbasi kanë marrë pajimet, zëvendës drejtori i rendit Lorenz Shehu i ka arrestuar përsëri, duke i porositur që të tregonin kujdes, pasi personi është shumë i rrezikshëm dhe mund të ketë me vete dhe të përdor automatik ose pistolet. Janë ndarë si grup. Ai dhe Enea Ibi shkuan në krahun e djathtë të stallave nga pjesa e Kodrës, ndërsa pjesa tjetër e grupit, shef Dimitri, Edison Adri dhe Enea Mekolli dhe Renato Seiti, janë ndarë si grup. Ai dhe Enea Ibi shkuan në krahun e djathtë të stallave nga pjesa e Kodrës, ndërsa pjesa tjetër e grupit, shef Dimitri, Edison Adri, Enea Mekolli, Renato Seiti, Ermir Sokoli, morën një drejtim tjetër, duke kaluar në një rrugë dheu e cila kalonte në krah të stallave. Siç kuptohet nga dëshmia e tij, nuk bëhet fjalë për 40 forca policore. Në një moment dëgjova të thërrisnin, ndal, policia, je i rrethuar. Teksa po afroheshim me grupin tjetër në drejtimin ton, u qëllua me armë zjarri. Menjëherë pas të shtënave u plagos efektivi Edison Adri. Para meje ishte punonjësi i policisë Edison Adri, i cili u rrëzua në tokë direkt pas të shtënave. Të shtënat vazhduan nga një dritare në cep të stallës dhe unë ju përgjigja me zjarr në drejtim të vendit nga ku po qellohej. Ndërkohë efektivi i plagosur kërkonte ndihmë, por situata mbetej ende rrezikshme për shkak të shkëmbimit të zjarrit. Më pas pash Violant Braçellarin të dilte nga stalla me armë automatike në dorë, duke qelluar në drejtim të policisë, ndërsa ne ju kundërpërgjigjëm me zjarr. Pas pak zjarri u ndërpre, e pash personin të shtrirë dhe e dëgjova të thërriste, dorzohem. E mbajta në shënjestër derisa u afrua grupi tjetër dhe bëri neutralizimin e tij. Pas kësaj, vëmendja jonë u përqendrua tek shpëtimi i kolegut të plagosur, së bashku me kolegët i dham ndihmën e parë Edison Adrit, duke vendosur veshje mbi plagën në nofull për të ndaluar gjakderdhjen. Më pas së bashku me kolegun Renato Seiti,
e transportuam të plagosurin për rreth 500 metra deri te automjeti i shërbimit, me të cilin u nisëm drejt spitalit. Gjatë rrugës u takua me ambulancën dhe efektivi i plagosur u transferua për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore. Në përfundim të dëshmisë time, konfirmoj se si gjatë instruktazhit në komisariatin Maliq, ashtu dhe pak para ndërhyrjes, ishim paralajmëruar se personi që kërkohej konsiderohej shumë i rrezikshëm dhe mund të ishte i armatosur, ndaj duhej të tregonim kujdes maksimal gjatë operacionit. Po pasuri në Korç, pasuri të shtrenjta. Jo, kemi asgjë. Edhe në Vlorë kemi një shtëpi, kemi bërë dhoma plazhi një 7-8. Keni pas më përpara. Ha? E keni pas më përpara flas. Që kur keni jetuar atëherë. Kemi jetuar. Si më tash kemi jetuar. Ashtu pluma dhe violanti deri në atje. Po këto plumba nga kanë ardhur? Gëzoja? Është tjetra. Kjo është tjetra. Gëzoja aty ishin këtu. Sa e gëzojsh? Tash kur erdhën ata, ekspertë di, avash më thanë mua se i shkele. Dje? Di erdhën ekspertë, di erdhën. Okej. Apo se i shkele tha. Unë nuk e di, nuk më hinte në el, ja. Sa plumba janë këtu? 1, 2. Se 2 shi gjeta shoh aty. 2 shi gjeta janë. Po ka dhe brenda tjera jo? Ja brenda se di. Okej. Po këtu kush nga kanë ardhur këtu? Ja. Duhet nga zonave. Po tëra violanti dhe ale. Po mirë. Po prapë insistoj. A është sekustruar Kalashnikov violantit në vendngjarje? Nuk e di. Nuk e di se nuk kam detaje nga kush. Nga kush të kem. A ti ke parë vetë armën në zjarr? Jo vetë s'ka Çfarë armësh ke parë aty? Vetë. Me sy. Ku kujtja kisha parë? Policisë ose violantit, Pas- mbas ngjarjes po flas. S'pash, violanti nuk e pash fare unë. Ku shkova atje? Fare, atje nuk më lanë. Vetëm ka që të thash që mbaj mend që ishte kështu, lakuriq, dhe e mbani 2 policë. Kanë lënë të afrohesh, e kuptova. 2 plumba të tjerë, domethënë këtu ne shohim faktën 8 plumba deri në këtë moment. Të sa ka miku pasaj kërri flopës. A është plagos. Ka lënë tek? Ne këtë hapur, okay, s'ka lënë. Ja ku është Ja ku ke e dëmtuar. A ja kanë nxjerr plumbin Ka tani, nxjerr plumë Çfarë lloj race është kjo? Gjersi kemi, ja ku ka bërë vicën e verim branë. Domethënë, edhe e plagosur dhe ka bërë Edhe dy pe vite. kishte branë. E linja për jashtë që më ka bënë branë. Një tjetër dëshmi është ajo e Dimitor Trushit, shefi seksionit i cili ndër të tjera ka deklaruar. Terreni ishte i zhveshur dhe nga sipër rrugës për poshtë janë afruar në drejtim të stallës. Punonjësi i policisë Enea, Edisoni, Ermiri dhe ai ishin para Renatos dhe gjatë afrimit Enea me Edisonin kanë vënë re se në stallë kishte lëvizje personi dhe kanë thirrur, ka lëvizje në stallë. Në këtë kohë, ai ka thirrur të rrethohet stalla dhe kanë bërë thirrje personit që ndodhej brenda. Policia dil për jashtë je i rrethuar, jemi Renea. Ai së bashku me Ermirin kanë qenë në cep të magazinës, ndërsa Edisoni me Enean kanë qenë para një pirgu me ple, ndërsa Renato janë mbrapa tyre. Në këtë moment i ka bërë thirrje duke bërtitur punonjësve të tjerë të policisë duke thënë, hajdeni duhet rrethuar stalla. Në këtë moment ka dëgjuar një breshëri automatiku dhe pasaj 2 breshëri të tjera. Në momentin që është kthyer për të parë, punonjësit e policisë ka parë që punonjësi i policisë Edison Adri ishte rrëzuar në tokë dhe u kthye nga ai. E ka parë me një shenjë gjaku në nofull dhe i ka bërë me duar që ta ndihmonte. Në këtë kohë është lëshuar për ta ndihmuar, por ishte e pamundur pasi kishte breshëri plumbash që vinin nga pjesa fundore e objektit në drejtim të tyre. Po mirë, ka qenë rrezikshëm violanti herë tjera me armë, me gjëra. Nuk e ka vrarë. E ka vrarë, po. Kujt i ka dalë për para? Se po flasim që ta dëgjojnë gjithë njerëzit, e prandaj. Kujt i ka dalë? As ka vrarë, as ka prerë. Kujt i ka vrarë? Kujt i ka vajtur në shtëpi me kallash në mlek mua aty? Kujt i ka vajtur?
kush i vinte, kush e fliste me te, shpirtin tjetër të tij. Si e konsideronte Violandi gjithë ngjarjen e 2015-s akuzat? Si shprehej ai? Urrejtje. Ja do kthehesh pak nga kamera, lutem? Ai e Si e shprehte ai për 2015? Urrejtje se nuk kishte asnjë lloj fakti. I dodhen në rrugë me makinë. E kontrollua nuk gjet në asnjë gjë. Erdhën në shtëpi s'na gjet në asnjë gjë. Kur vajtën në një shtëpi të rënuar, atje vajtën me polici. E kontrolluan, mirë, nuk gjet në asnjë gjë. Kur vajtën të dytë policat të tjerë që ishin shumë njerëz, 29 shtator 2015. po këto kontrolluam i thanë, ta që shoqërosh me mua. Nuk kishte asgjë. Kur mbas në njësnore, në sjell ky. Janë jashtë mishte shash. E pat vetë ku ishte? Vendin ku Jo, gjet, nuk e pat. Jo, nuk e pat. Po si u bë kontrolli pa praninë tuaj? Si u gjet? Praninë tim. Tani shtëpia si ishte në pronë tuaj apo ishte në pronë tuaj? Kjo shtëpia që jeton ne, apo ajo Jo, shtëpia? shtëpia ku gjet kjo. Po gjora e shtëpia e prishte. E iko një të kartis. Okej. Tani ju thoni aty juve ju tha që u gjetën brenda po si pat vet ku e Jo, gjetën. se pa vet. Sa gram tha? Atje, po sa janë biseduar jemi ti 2 gram. E pra, më thanë ma për 2 gram, nuk ka gjenë gjë djali. Thash ore, po ta kishte gjetur në shpitime, thash. Tashi, çan bën mua mbushën këto karta të e më thanë ma shkruaj ata firmose se që s'u gjetë në shtëpinë tënde. Edhe ne më bë. Se lexuat. Si lexoj? Se kjo duhet ta theksojmë edhe për qytetarët. Jo, nuk e Lexoni gjithçka firmosni dhe. Po. Si që mësua. Ndërkohë Violandi pastaj ka mshuar gjithkohës që Violandi pastaja është pafajshëm. Si e ka deklaruar, si është vetë deklaruar. Ashtu ka pranuar. Asnjëherë. Ata e kanë liruar brenda 3 ditëve për këtë sasi. E kanë liruar 3 ditë ose afërsisht, 3 ose 4 ose sa më. Okej. Pastaj vazhdoni gjyqet. Vajti Si e shpjegoni që u dënua 10 vjet? Po a di si e shpjegoj unë? Se këti kërkuan 7 milion lekë dhe kjo nuk donte që ta bënte veten, që të jepte lek pa bërë. Nuk donte që të jepte lek organeve drejtësisë. Organeve drejtësisë i kërkuan. Kërkuan korrupsion. Edhe këta unë nuk i jap lek pasi nuk kam. Po 30 pastaj kush kërkoi 30 milion? Kishin kërkuar Pograder, Santa Bashor jo, kishin kërkuar edhe Pograder. Tash e pash se ti më çfarë pas 30. Ne mbyll historinë, kërkuan 7 milion, nuk u bë gjyqi. U dënua. U dënua. U mbushën kartat janë bërë të zeza. Dhe shitje dhe narkotike për 10 gram. 10 gram është gjithë. 10 gram e bën pastaj kur vajta në gjyq unë që më pyesni mua. Po u tha që janë gjetë foto, vendi ku kultivohej shërbima narkotike, gjitha. Dhe u gjet vendi ku ishte kultivuar këtë lëndë narkotike? Po çfarë U gjetën thasët? Asgjë, as thasë. Thjesht 2 gram shash i gjetëm tha filaven. Po u thanë me këtë ditë që ka pas edhe një problem me një fshatarin e tij që ishte të rritur me kaq, si është e vërtetë asaj. Do të pyes. Asnjë. Absolutisht asnjë. Detalji e person që ka të thotë të gjëra. Le të thotë, që mund ka të gjëra. Me njëri ka bërë se uri zjavin. Tashi, na thonë neve që po del ty, tashi a mund të dini zjavin vetë në gjithë objekt. Këtu. Tashi çfarë bënin? E vënë. Vinte, djali shketi ndihmonte. Me ti nuk di se sa djath nga i ku. Ja fiksa. Ose pam gjithë masivin pyjor ishte i djegur. Okej. Tashi çfarë bënin këta? Edhe kishim bënë me djalin, edhe thoshin që na i vetë djalin. Por unë vetë djalin këtë. Po nxiri vicat në atë. Janë 7-8 vjet. Nxiri. Se ka zjarre. Çu ku kanë pishë unë mes avarit. Po. Unë me këtë që janë 3000 dengje kasht. Asa thoshin e vetë. Tashi çfarë bën djali? E gjen personin që e mori policia. E gjeti. Ja po, atë po që ka. Ja dorëzoi policisë? Dorëzoi policisë. Vajte mori policia dhe tha që unë e vinja kundra zjat për biznesin e tablet. Kundra zjat? Kundra zjat. Po më gjithë masiv byori djegur atje? Ja, atë e njonte policia. Tashi e vajte gjeti djali, e solli këtu, ja solli policisë. Ishin goditur që rrabë, dhe këtimi ka shaja të ai. Vite më parë kjo? Vite më parë? Para 2 vjeç, para 2 vjeç.
Edhe tash i vajti raportovin policia, mbajti nga policia atje. Se unë e vina kundra zjaka që mësë më të bilezimin, që Fablet është një vend të këmatë. Energji elektrike s'ka. Vetëm ato panelin? Ne kemi për blarë. Po për telefone, për të karikuar, si e bën? Vinim në fshat i karikoni. Edhe këte ishit Tash i kemi marrë generatori. Kosto e lartë. Kosto e lartë. Nuk e blen. Nuk e blen. E detyrosh ta merrni radiot edhe ato do një karikoni. Që ju kanë sekuestruar tani një dron, për cilin e përdorin? E përdorin për të... Kontrolluar territorin e logës. Arrin... I keni poshtë, zbrini poshtë? Do, ku? Shio ku vejnë, shikon edhe kodrat në mene. Kodrat i duke nda. Po, deri atje? I kina dhe s'ka mundit të ndikë me kemë. Dhe kontrollonit nga kush frika e kujt? E Arinve? Arinve këshim shumë, për e nga jetë gjënë të qenë. Okej. Arin në kanë në kajë shumë. Kanë shkaktuar gjë? Kanë shkaktuar. Ujqëri. Ujqër? Se ka shumë ujqër te? Ka, s'ka, kjo, Arin. Arin mësoj se ume, Arin në më shumë, në të Aridera që në të ashtë. Po. Balë për balë, kema, ndeshën Arin. Se është një zonë ku s'ka jetet, nuk jeton njëri. S'ka jetuar njëri dhe më përpara. Tash më morën droni, po droni është ka pasirë. Po. Në ishte prishur. Më morën 4 telefona. Sa prishur sa jam mirë, sa. Okej. Më morën 2 radio. 2 radio dhe 2 ishin Radio Marsedhënse. Marsedhënse. Dhe për çfarë bënit ato? Ja çfarë bënin ato. Na bënin kështu. Ka vendi që nuk e di. Andej. Po, dhe flet nga këtu atje? Jo, më ta kodës. Jo, përpara kodës. Përpara. I keni blerë në dyqan të rregullt. Blerë në dyqan të rregullt, çdo gjë. Jo fsheta se. Jo, fare fare. S'kemi asnjë gjë të fshehtë. Okej, po tjetër që më sigurisht. Tjetër që nuk këto. Por, a ka procedurë standarde për kapjen e personave në kërkim dhe për të cilët dyshohet dhe ka informacion se ata janë të armatosur? Po, kjo procedurë është e miratuar me urdhrin numër 696 datë 28 qershor 2017 nga drejtori i përgjithshëm i policisë. Procedura standarde për veprimet e reparteve speciale të ndërhyrjes së shpejtë për planizimin, organizimin dhe kryerjen e operacioneve për kapjen e personave në kërkim dhe të armatosur në banesë. Kjo procedurë unifikon dhe standardizon veprimet e strukturave të policisë së shtetit në nivel vendor e qendror në menaxhimin e operacioneve policore në qendrat banuara me objekt kapjen e personit dhe personave të shpallur në kërkim për të cilët ka informacione se paraqesin rrezikshmëri të lartë. Kjo procedurë ka në fokus marrjen e masave për kryerjen e këtyre operacioneve me rrezikshmëri të lartë për jetën e punonjësve të policisë dhe shtetasve të tjerë dhe për këtë arsye duhet të përdoren efektivat e reparteve speciale, pjesë përbërëse të strukturave speciale operacionale të drejtorisë së forcës lëvizëse operacionale. Ekspert të fushës thonë se nëse do të ishte zbatuar me të gjitha detyrat specifike ky urdhër, ngjarja do të ishte parandaluar. Deri në këtë momente, të njëjtët ekspert thonë se mungon informacioni i plot për planizimin, organizimin dhe zbatimin e këtij operacioni që shkaktoi vdekjen e punonjësit të policisë. Si pas urdhrit të vitit 2017, drejtuesit e policisë do duhet të kryenin para realizimit të këtij operacioni 85 veprime paraprake në mënyrë që të garantonin mbi të gjitha jetën e punonjësve të policisë, ndërsa numri total i veprimeve, kontrolleve dhe detyrave të parashikuara nga urdhri kalon në mbi 140 pika operative. Prokuroria e Korçës thotë se në lidhje me personin nën hetim, Violant Braçellari, nisur nga natyra e faktit të rrethanave të parashikuara, për të cilat ka dyshime të bazuara në prova se janë kryer nga personi nën hetim, vrasja e punonjësit të policisë, vrasja e mbetur në tentative punonjësit tjetër të policisë, si dhe për shkak të rrezikshmërisë maksimale të lartë shoqërore të këtij shtetasi, ka kërkuar nga gjykata masën e sigurisë arrest me burg. Gjithashtu, sipas prokurorisë, ka dyshime të bazuara se në rastin konkret mund të jenë konsumuar dhe elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, parashikuar nga neni 248 për mënyrën e organizimit dhe drejtimit të operacionit dhe masat e marra paraprakisht për zbatimin e tij.
bën 10-15, sa e bën që të zinte ligji. Po jo, nuk e kanë bërë 15, e kanë bërë 10.02. Po, Tani, djalin të nuk i kanë kap asgjë në dorë. jo. Pra e kanë ndaluar me 29 shtator të vitit 2015, Po. e kanë ndaluar në një automjet, apo jo? Po, Dhe i kanë gjetë një telefon, BlackBerry. siç ka mund. Po. Dhe nga aty pretendojnë se kanë gjetë ca foto, ca biseda me një Toni dhe me një Sandri. Në makinë nuk i kanë gjetë drogë. Jo, asgjë. Po. Asgjë. Ku gjetë kjo lënda narkotike që thuhet 10 gram? Po, Ku gjetë? se ky hodhi vetë në Ku? dritaret. Ke cila dritare? Ke shtëpia juaj personale Jo, apo në shtëpinë tjetër? Shtëpia tjetër që nuk banon njeri. E kujt është ajo? Atë e kemi patur në bashkë, gjyshi tim se unë e kam bërë që ka E kuptoj. 14. Në shtëpinë tuaj personale? Jo, ku jeton një unë, se unë nuk rinë shtëpi time. Okej. Rinë në shtëpi një tjetër, se më ka rënë shtëpia. Po, Ku jetoje nuk u gjet. jo. Ku jetonte Violandi nuk u gjet. Jo, nuk u gjet. Po ke kjo shtëpia tjetër sa gram u gjet? 2 gram. 2 gram? 2 gram kemi përmosë e unë e gruaja. Edhe kryeplaku. 2 gram. 2 gram. Okej. Tash e la poson drejt. Ti ke qenë dëshmitar. Okej. Po nga dolën që u bën 10 gram. Tash këta neve nuk gjejmë dot edhe nuk na afronin. Po kush ja u ka bërë? Sepse Violandi në letra thotë që ma ka bërë policia. Këta he ka bërë ky i Starovës. Ishte shep në komisariatin Maliq. Po ja di emrin? Ja gjej emrin po të pyes. Po të pyesësh ja gjen emrin. Po, ja gjej. Po mirë, djali nga ky moment u arrestua, Djali u ndalua aty ditë të tretit dhe e lirua. e liruan. Okej. Pastaj e thërristin në përgjyqje. Në për- Vazhdoi mbi 2 vjet gjyqje. Po, Edhe nuk e mbyllin, se donin para. sa do donin shumë? Ky i Pogradecit në aksesora benja aty, unë dua 30.000 euro. Kush donte? Ky i Pogradeci ishte sek. Polica apo prokurora, Jo, be, gjyqtara? ky ishte komandanti i postës Maliqit. A, donte 30.000 euro që ta mbyllte çështjen? Ajo prokurore që vazhdonte këtë çështjen e këtij, Po, mbas 2 javë e zuri mitingu. e shkarkuan. Shkarkua ajo. Nga e kapën me lekë në dorë. Okej. Shkarkua ajo. Tash edhe kësaj ja gjej emrin unë, edhe kësaj prokurores. Po mirë, po djalin ta kanë dënuar në 2017 mos gaboj, ta kanë dënuar 10 vjet. Po, 10 Po pse? vjet kanë, Si ja, ka për mundsi? këto- Për to që nga 2 gram ja bën 10. Po mirë, e ka kundërshtuar djali këtë? Po mirë, për 10 gram, ata e dyshonin një herë, fillimisht e kanë akuzuar për kultivim të lëndëve narkotike, pastaj e kanë akuzuar për prodhim shitje të lëndëve narkotike, në Po. të kryer në bashkëpunim. Jo, tash i katërat ata i bënin se këtu doli ajo. Katërat ata që firmosin ata i grisin bënin tjera pamto. Më falë për shpejnë, si u donte Menderia. Neve s'kush do të unë do të di që sa unë jam sa katë me kanë prejnë. Po. Ajo rrinte me polici, kur ka edhur këto gramt, që ke firmosëm ne rrinte me ato me automatik në kokë. Vetëm të firmosni. Po pse duhet firmosni ju për pse duhet firmosni ju se për që një të shpinë e merrte dikujt para- tjetër? Se të merte para të ky. Okej. Shteti mua më ka bërë gjën më të këqinë. Më kam 8 vjetë që unë vuaj nga shteti. Unë edhe për këto 2 stalla këtu, në nërë djali, 4 ditë, një ditë burë. Ti kesh brenda. Violandi. Te ka 5 stalla Violandi, Violandi s'ka se i be as lo, as një bregja e. Këtë keni për vetë. Ti ki për vetë. Po. Jo të ka investuar e zhëbërej. A zhëbëreja, sa miliona? qartë. A, Ju ju e keni njëzë vetë këtu, pra i hiqet nga Vlora për cilën arsye? Nga Vlora Se nuk e di njerëzit. Gjithashtu, po se kam nga Vlora. Unë kam iku nga Vlora, që që kisha 30 e sa virace. Po. Në Vlorë. Po. Edhe dim të gjithë që burrin vinte punonte edhe në punë dhe luante edhe vite. Edhe unë e ndihmoj atë. I morëm dhe erdhëm në Lëzhan. Po. Lëzhan vjet- sipër. Sipër. Po. Ishim 30 virace dhe një 56 keca. Po. Se ato t'japin shumë provë. Aty pastaj morëm edhe një 40 ditë tjerë. Aty, fshati, si që fshati Mengre, Kumbull, me Lajtine, me Okej. Kulpër, u detyruam, i shitëm, edhe ka marrë lot në Tudas, me borç, dhe par vjet e lava 19 milion lekë i lava par vjet, se me kërkon të kisha kushinjë, unë të isha moj lume, unë pos bëra 100 lot, unë nuk kam pse të rrinë ma i bodes. Se nuk Pse vendoset të vini këtu? Pse vendoset vish këtu në Bode? E di pse vendosa, se zëhet isha e varur, të punë të tjetër. Do të kisha punë time. E njihje si terren? E njihje si E njihje terren? se në ja ku jemi. Sa është në këmbë nga atje? 40 minuta. 40 minuta nga... Nuk di. Okej.
Dhe keni ardhur për të ngritur një ekonomi familjare. Familjar. Për këtë kemi ardhur. Tani ndodhi tragjedia, një punës policie vrar, djali rrezikon të dënohet me burgim përjetshëm. Ke folur me djalin pas Jo, ma nuk më tregoni se e kisha, more. Nuk më tregoni që se e kisha. si është gjendja sot? Kanë treguar Tash vajza jemi sot, ose djali Po tjetër? s'ka më tash një vetëm kemi një njeri tonë që ka vajtur ka pyetur në mur kështu, që mirë janë, thot, i ka marrë 3 plumba, po dorën nuk e ndihej që ka ditur. Ka plumbit. Ka plumba. Cilën të djathtën atë majrën? Se di, nuk e di këtë. Hadi kalojmë. Hadi kalim ti. Gjynave dhe pra të shpina aty o zonë, tjera jo shpi tani, me të dënu ty, kanë dënu një vit? Një vit. Një vit burg. Një vit. Ne tani jemi shërbim prove, ëh? Shërbim prove. Këtu është shteti, Në këtë vend ku s'ka asnjë lloj ndërtimi, asgjë. asnjë lloj jetesë. Ajo besoi që një zok nuk gjenja, një zok fluturat. Tash i ka plot zok. Po mirë, një pyetje tjetër kam unë për ty. Personalisht. A është kultivuar lëndë narkotike këtu? A ka kultivuar djali juaj Po qartë. në këtë zonë të kasolleve të Bodes, Dëgjoj tash një. në Lozhan poshtë? Asnjë. A është marrë djali jot me trafik? A mbahet ekonomia juaj nga trafiku i lëndëve narkotike? Po që janë të në. Unë kam rreth 100 vjeç. 100 vjeç a më mbejnë 170 vjeç. 170.000. 170. Për sa kohë keni vendosur këtë bakti? Këto kemi 9 vjet. Që punoni dhe ngri. Po tash kemi kërkuar që marrim para. Se jo si shkurero. Se kishim borxhe, kishim i lan borxhet e lodhve. Po kjo këtu tani Se zot? këtu e kam për lopët edhe këta. Ja ku kam 2 dhë atje në kryet. Hajde veri një shikojni. Lop lithe edhe këtu ja zinxhirat. Ja. Ja zinxhirat e lopëve. Kam Po edhe vi sa viç. dhi keni? Po 2 dhë kam tëra, këto i mbaj. Pra viç atjer? Po edhe viç kam atje. Që Okej. Po ke godinat e tjera ja ti shikojmë prapë. Hajde të shikojmë Po edhe. ata. dhis keni mbajtur më shumë, ë? Po këto 2 i mbaj janë për qep i kam dënuar. Se nuk Nuk- kanë keca për shkak të urinimit lopëve. Nuk i mbajnë. Nuk mbajnë cep, Ah, nuk okay. pjellin. Për shkak të urinimit lopës? Po. Hera parë që dëgjoj. Ja, edhe ne kështu. Unë thosha pse s'më mbaj se unë mbaj nga një capa aty. Po, cia. Edhe ato nuk merrnin, nuk mbanin. Tani dalim ke godina tjetër, ë? Dalim te godina tjetër. Okej. Ja. Tani këtu pam duke shkarkuar. Qa është kjo që shkarkuan? Këtu ka magazinën që mbaj tagjit e lopëve. Ato thasët që erdhen, qa kanë brenda ta shikojmë pak Thasët që lutem? kanë erdhën, ja kanë këta, Sa ja dhe shikojmë thasët atje. Kjo është tagji? Kjo është tagjia. Okej. Po. Dhe këtu nga këtu ku shkon? E mbushin Ne pun. mbushim këtu edhe shkojnë për grazhet e lopëve. Okej. Edhe ata thasë. Gjithë ja. të thasë që solën me makinë të madhe, Po. Gjithë ata thasë thonë makinë madhe janë me tagji edhe këta. tagjia e lopëve dhe këtu, ë? Po, tagji e lopëve. Po kjo edhe kjo tagji? Edhe kjo tagji e lopëve. Okej, gjithë të thasë që i shkarkuan dhe dakor. Kjo është një nga godinat e tjera. Po, me godinat e tjera. Për sa del ky ushqim? Ky ushqim u del për 10 ditë, 11 ditë. 10-11 ditë për gjithë lopët. Po. Dalim këtë apo s'dalim? Dalim dot? Që të shkojmë tek Jo, po tjetra? dalim që këtu. Hajde bra. Ujin e kemi marrë me kanal, rreth e 3 kilometra, Aha, që vjen. që vjen që punoj për për lopët, për viçat, për nevojat tona, Mu parë ka bacat, qenë e vështirë, është ujë i pishëm? i pish. Një ujë i pishëm. E. Tani do më tregosh dhe godinën e fundit, Po, ndoshta pa që se kemi parë. Po, Që kjo godina e madhe, kjo me llamarina. Aha. Kjo e gjitha që mos e kesh merak pse se pash, pse se pash. Drut keni aty. Drut kemi aty, Okej. ja dhe këtu, Çfarë kemi këtu?
Këtu mbaj dëngjet për lopët, zairen do me thënë. Dëngjet e kashtës, barit, ë? Dëngjet e kashtës, barit, ja. E mbush këtë tash i fillon. E blini E blem. E blem në fshatrat fushë, poshtë? në fshatrat e Korçës. Okej. Po, andaj e blem. Fillon sezoni tash i korjes, grurit, i E jonxheve. mbushin plot kjo, kjo mbushin mbushet plot. Mbushin plot. për sa, po t'jetë plot për sa? Po t'jetë plot ja llogarit tash i qenë në dorë, ka pëngelur vetëm ata. Që nga nëntori. Po. Se ndimri vështirë shumë se sa do të hanë është dëbore, është lagështira. Dalin la jashtë, edhe dimrit i nxjerrim, po nuk kanë dot atë që hatashin behar. Me kuptoj. Godin tjetër që keni të Ja, shfrytzueshme? godin tjetër do t'u tregoj dhe atë aty, Kë? atë që kam aty lart, Okej. që ta keni dhe ju vetë qartë. Ju të kuptojmë gjithë dinamikën e këtij stani, Fare lopësh. ta din të gjithë se çfarë bëhet këtu. Jo të lavozën njerëzit si u intereson. Jo bëhet kjo, po bëhet ajo, jo resorte, jo shejtani, jo ashabereja, politik. Mua më kanë rryer jashtë mase. Kush më përkra mua? Mas më përkra komuna edhe bashkia. Jo policia. Ju keni aplikuar në emrin tuaj për këto Në emrin tim, në emrin e djalit, Po këtu është çfarë është? është baça. Kam bjell domate, kam bjell specat, ja ku janë. Pezët për të jetuar. Për të jetuar. Po këtu? Ja dhe këtu, do t'ja u tregoj edhe këte, se e kam me merak edhe vetë. Kjo është si tip makazine, mbaj qenët. Pas keni ca klysh të vegjit, Ja, po? ca klysh të vegjit. Po? Ja, bosh është edhe andeja, se kam bajtu dikur kuaj. Keni mbajt dhe Pela. kuaj? Po, pela. Po tani s'mbani më? Nuk mbaj me se ju ra vlera. Mhm. Nuk e sin me. Edhe materiale për riparime, Për ndërtim, riparime. qemento, Po. tuba. Ja, tuba të ngele nga uji, zorat që morëm ujin. Sa që keni sjell ujin këtu Që kemi poshtë. sjell ujin, se ishim keq për ujë. Po poshtë stallave çka ka? Asgjë, Pyll. pyll. Fusha s'ka, ë? Jo, fare, fusha. Ka fusha këtedhe. Fushat i kemi vetëm afër Voskopojës. Okej. Shkojnë lopët deri atje apo është e vështirë? Edhe shkojnë. Edhe shkojnë. Se shkojnë se shiko tash i vjen kjo periudhë e shtatorit, edhe ato tash ikin edhe rrinë, nuk u intereson të vinë me këtu të mëna. Edhe rrinë nga 10 ditë, nga 2 javë. Çfarë vjen ato? Ecë sot, ecë nesër dhe vjen shumë Po larg. tani, pavarësisht gjithë kësaj që ndodhi, prap jeni në punë. Nuk mund ta lini. Jo. Po se leze mua më dhimbse më shumë, jo, nuk e kam si biznes. Nuk e kam më dhimbse. Më dhimbse të qeni, më dhimbse pulat, më dhimbse në lopë, më dhimbse në vicat gjitha. Po. Tani lopët presin që të futen. Lopët presin tash do të bëj ora Me radhë. 5:30 me radhë. Nëse nuk futen rrinë kështu dhe Jo do futen ato se do të hanë. nuk ikin, e kanë Jo, të e kanë do vinë këtu. Kanë tagjin program ato, në orën Okej. 7:30 në kanë tagjin. programuar.